Znači сите други, значи немаме дилеми, единствениот кој што има дилеми и кој што гледа како можна опција соработка и со Демократската унија за интеграција е господинот Тарамари, значи за тоа него ќе го прашате. Не се субјектен мрена вленет, по ширтем мунсин këto ditë pra që vleni prap ta ndëgjojmë dhe votuesin shqiptar, sepse në kaluarën ka kërku unifikimin e opozitës shqiptare, tash kërkon që subjektet të shkrihen në kuadrat e vlenit dhe besoj që së shpejt brenda javës do ketë edhe iniciativë pra për vlenit të jetë një opcion. Pra gjithë brenda vlenit ka të subjektet Lëvizja Demokratike, Besa, Alternativa, Vetëvendosja dhe përkrahasit e vlenit pra kërkojnë këtë pra shkrirjen e vlenit. I vetmi që ka dilema zoti Taravari dhe duhet të sqaron me opinionin se nuk mundet pra edhe të jesh pjesë e vlenit edhe të bashkëpunosh me Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse atëherë humb kuptimi i ndryshimit, humb kuptimi i asaj për cilën kemi kërkuar votën